dhe Albanian Psycho. Mirë se vjen në studion e Radio Dukazinit në emisionin Sportfolio. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po vësaj Pinina. Bravo. Debutimi në BKFC ka qenë shumë i rëndësishëm për karrierën tënde, i ka dhënë një kah tjetër karrierës. BKFC për ndryshe Bare Knuckle Fighting Championship. E përfundove në raundin e dytë, nëse zgaboj, ndaj kundërshtarit anglez në Newcastle. Sa ke e vështirë? I vështirë u konë. Sport ekstrem është. Gjithë këmë bo sport ekstrem, ama kë sport i ri është, boks pa doreza. I vështirë është, ama për stilin tem, kë sport është ma i miri, se jem agresiv në ring, edhe s'kom qef më prit, me lujt lojna, i hi 100% edhe i kryje ndeshet gjithë shpejt. Për që tha, kë sport është perfekt për mu. Ke fillu, jo në të ashta mënyrën që ke pas ti në fillim të meqit, e ke marrë një goditje dhe i rëzu. Që ka menove në ato momente realisht? Unë ka rëzu se veç balon sa o kom pak off, adin. 11 vjetë nuk jëm hi në ring ka vaz. Kom pos pak ring rust, normal është kjo. Nashta pak shumë jo kom hi shpejt. Edhe kjo sport pa boks, pa doreza, së shkallaj edhe, një goditje të madh, rëzo është, heavyweight, që të është kategori të ronë, unë ka rock, kjo është fakt, amo nuk jum konë në danger zone, jum konë halo e këfjalt, balon se pak u konë af për që taj ku morgunin, treneri jem gjithë më tha, kur e me një gëdite të madh, ma mirë është më mor një gojë në tokë edhe me prit 8 sekonda edhe me qua pet. E ato e kom bo edhe e kom dit me njerë, e kom thonë në kundështorit, you gotta kill me, du është më mytë se me një gëditja nuk kom nolë mu. Amo pas asaj që ka gjithë në rundin e dytë anglezën është masive, më thonë, je fut realisht all in në knockout. Po. Te boksi me doreza e dim që mbrojtja është te dorezat edhe grushtat mundën edhe mos më vdëmtu, po çush është ndjenja pa doreza? Kur e godet dikon fytyr. Po. Na jena të rrot për këto edhe. Ko sene që e bën e srevitja më bo boksat pak më të fort, ama du të me shtrëngu dur se mos më shtrëngu dur edhe me jarok dhe kanë në krytë se bëtan është me roka, dhe? Sakt. Po, edhe mos me bo grushën e fort, e thënë dorën, që kjo është rreziku e madhë. Kena të rënërotën të, me heavyweight bags, pa doreza, edhe me fut grushën sa ma shumë. Pas përfundimit meqit, i ke thonë diçka kundërshtarit, mas je ndalë gjyqtari, sa i bjen një 3-4 herë në tokë, nuk mundet ma. Humbe dhe balansin, humbe gjithçka, po i tha diçka, pas je përfundoj referi meqin, çka i tha realisht? I thash qo, se halo pak agresiv ju më konë, dita para ndeshës kena posë weigh-in, edhe pak ka bo hajgora, atje kishe pe i ligën konë, që sutat ka. Kur jenë në ring, pak agresiv jam, kështë shqiptorin gjak temë që e kam. Amo, i kom thonë qo, edhe pëdu me të mytë, edhe. Kjo është fakt që shë shohë në krejnë deshet. E vërtet. Victory or death. Po, e vërtet, se që ashtu hinë në fakt në betej. Po. Thojnë Amerikanë, hostile territory, territor armiqësor. Po. A ka qenë realisht kjo, kur ke shku Newcastle në territorin e ti, edhe në vendin e ti të lindjes me boksu me ta? Po, Anglisë u konë, pëse që u konë për Newcastle, edhe ka pos ma shumë se 4.000 fensat e ti atje. Edhe shqiptor ka pos, ama s'ka pos shumë shqiptor se anglez, normal, se territori e ti u konë. Kjo fakt është, po, atje jem shumë. Qka të shtyu realisht me hite Bare Knuckle Fighting Championship? Sporti
po e themi sporti më i rrezikshëm botë. Po. Gjithë kom fillu në sport në kickbox, në MMA, edhe tani mas combat sports jum hi në WWE, 9 vjetë gjys. Ma shumë se 1000 ndjeshe kom bo atje, champion në botën jum kon, edhe mës më drejt jum kon pak e mërzitur. Gjithë në zemër e kom pos më hi apet në boxa në MMA. Edhe jum taku me menaxherin edhe vllon tim, Pigmont Agency, edhe kena fol krejt opsionet ma kanë qitë në tavelin. Edhe menaxheri im e ka njoft Conor McGregor, ka pos kontakt me to, edhe unë kanë thirrë në Angli, kanë thonë hajde këqyre kë promocion BKFC e reja shtalo, ama s'kena ceiling, po dojnë më shku ma larkë se UFC-ja momentalisht, edhe jom shku, kom këqyr shown, unë ka pëlqy, gjak të shku në havo, dhëmt të fletëru në për audiencë, edhe thash kë sport unë ta kanë mu se... I marrun për mu. Po, perfekt. Edhe thash menaxherit edhe vllojit tim, më thash merë një kontrakt që kjo është, edhe Conor McGregor normalisht shumë për mësën. Pe kresh që të do shta më nalë. Conor McGregor nuk është që bon postime shumë e njerëz ose që i promovon shumë garuz tjerë, po me ty e kemi pa shpesh. Po. Edhe ka potencu, marrën men këtë emën në njënën prej video. Po. Cilat janë raportet me ta? Shumë mirë, ko besim shumë të madhe në meje, edhe kjo po mënon që ma arrit shumë sukses në BKFC, edhe të rritëm bashk, edhe unë pësej është, ka thonë heavyweight champion kimo bo, veç fokusohen në strevitje, edhe kaq. Conor McGregor, me thonë drejtën, pak ka e shikojmë, është një farë linje e karakterit si kurse ju, edhe ai ka qenë qështu, luftarak i ndezun para meqeve, a të asocion me karakterin tënë pak Conor McGregor? Mënyrën se si është fut meqe, që është ka luftu? Po, normal që edhe Conor McGregor pak showman është. Po, normal. Po, showman, din më fol, din më shit ndeshet e ti. Kjo është part of the game. Normal që duhesh me dit pak qysh më bo promotions edhe qysh më shit lojen. Këto e bojnë me WWE normal, të që s'kum vo 9 vjetë. Për që ta pundo këtë, po ko qef më pënu me mu. Nice. Ama shumë e dënë edhe shqiptorët. Ko dhe shëqni shqiptorët po, në Irland, ku banan, edhe shumë respekt ko për flamurin tonë edhe për njerës tonë. Ua, to se pas në ditë, to për ndëgjej për herë parë. Po, ani, ku, s'ko vend tjetër më mire, si me thonë sene dhe para herë, po. Karriera në BKFC tash më ka fillu, cilat janë planet në vazhdim? A do ta kemi shpejt Gzim Selmanin në ring? Po, besoj fund të verës që hi në ring apet, ja kom njës 3 vitet apet, edhe training camp e dytë që tash jena të fillu edhe mirë për shumë, s'kam asni injuries edhe e fokusum jëm shumë, edhe shumë krenarjem që tonë shqiptor për shonën kom, edhe po më nimojnë, po më jepin kra edhe, po më jepin forcë, edhe qitash s'muna më norma. Edhe një element interesant, me sa e dion e je vetëm shqiptar në BKFC. Po, nuk e ka marrë guximin, halo kërkosh me him BKFC për posteje. Po, s'di ashtë për guxim, ama shqiptore po, unë mendoj që është edhe për guxim, pak se është sport ekstrem. Sport ekstrem është, po. Nashta për gëzim ajo s'dive që shqiptore e por jam edhe krenar jam që jem shqiptore e por në BKFC. Para meqeve, gjatë meqit, kur vjen koha e para meqeve, çka të motivon realisht ty? E shohim që e ki flamurin shqiptar gjithmonë me veti. Po, normal flamure, toka e jon, njerëzit e jon, e ton, edhe
qëta që më ka rritë prind të mi edhe, që ka thonë mësara e kojt jena, edhe gjithmonë bo krenar që je shqiptar edhe fond, s'ko lidhe ku jetan, s'ko lidhe ku je lind, shqiptar je, edhe moje në zemër edhe ka zajtona. Tash jem vizitë në Kosovë, Kosovën, kur kemi diskutuar edhe herën e fundit, ke thonë që Kosovën e viziton sa herë të jepet mundësia, pasi prind janë këto nga Mitrovica, më saktë nga Bajri. Po. Edhe ku ke qenë e mojnë men edhe më përpara ke vizitu Kosovën. Sa shpesh vjen në Kosovë dhe sa të mungon realisht Kosova? Ku nuk jam në trening, ku nuk bëj stërvitja, nuk kam training camp, vi në Kosovë. Sa ma shumë që tash provoj më fokusu në Kosovë, me talenta të ri, edhe edu Kosovën, edhe Shqiprin, edu shumë, edhe sa ma shpes më orë, sa ma mirë. Edhe dy elemente interesante që dashta me diskutu, ke njona me projektin që po planifikoni me implementu në Kosovë, sa i përket kickboxit edhe sporteve luftarake. Për çka realisht bëhet fjalë? Për boks edhe për MMA, po edhe për bare knuckle. Vlloi im edhe menaxheri im, Nabil Buhambu, na jena Peakmont Agency, ata gjithë më kanë reprezentu mu, gjithë kam punu me WWE, me DAZN, me Most Valuable Promotions, edhe qitash me Conor McGregor, me BKFC. Jena të lypë, ata janë të lypë për talenta të mëdhaj, edhe i kom vetë a mënën më hortë në Kosovë, edhe në Shqipni me mu. Më këqyr për talenta të ri, edhe më këqyr ako audiencë për më bo organizacion këtë, me qelë diçka për me ly për talenta, edhe më bo prind e tyne krenar për thmit e tyne, edhe për flamurin tonë. Përveç Kosovës, planifikoni që të njëjtën me bo në Shqipëri, apo? Po, edhe në Shqipëri, edhe bësej s'ko ven ma mirë, në shqiptor e kena në gjak me lëftu, pësej që kena më pos shumë sukses në Kosovë dhe në Shqipni me gjithë punë. Po du më këthy pak vitet e hershme të karierës sonde, qysh ka qenë fëmiria e Gzim Selmanit? Ke linë në Hollandë? Po, nona jem më konë shazon 8 muj, kur në shku në Holland, në 94, jëm lind, kur i kom pos 4 vjetë, ja kom nis me judo, shumë shpejt, kam po që kam talent. Pastaj boba jam ka qitë në kickbox, se jëm kom pak e eger i shtirë në judo, edhe ka njeru nërvëzajsha, edhe dejsha me reje, po amo me judo është disiplina, regla është. Edhe tani ja kom nis me kickbox, box, jëm bo kampion të botës në Gjermani, Bremershave, profesional, 18 vjetë e kom pos, edhe me MMA shumë sukses kom pos në Angli, në Bema, në Bellator, jëm konë në shqiptore por edhe heavyweight ma i Rio në botë atëherë, 18 vjetë në Amerikë, jëm re edhe kom pos gjithë sukses me MMA. Tani jëm shku në WWE. Po para se me shku te WWE, nuk është që UFC-ja nuk të ka pa. Pra, ka qenë shumë mundësi e artë dhe afërt që ty me të pa në UFC. Por ka pas një problem, ka qenë mosha jote, shumë i ri. Po, atëherë po, se qitash edhe bëkon 18 vjetë e talentuar, gëzojnë ma shumë. Amo para 12 vjetë, 13 vjetë, a i sporti o konë halo pak i ri. Edhe këqëshin pak moshën, so vjetë e ki, adin, o konë pak, atëherë o konë sport ma agresiv, ma rizikant, s'ka pos se MMA, se UFC. E këqëshin pak moshën, edhe më kanë tregu që jëm pak i ri. Unë e këmë thonë a UFC, a WWE këmë konë. Dë kompania më të modhe në botë, të dëtë këmë pos kontakt, menagjeri dhe vlojim kam pos kontakt me të dëtë, edhe e këmë thonë që spot me dhe UFC, këmë shku në WWE. WWE e kam përcjell një numër i vogël i shqiptarëve në Kosovë për para, po flasim koha e Hulk Hoganit e do emrave tjerë, John Cena tash në fund. Po, edhe aty nuk ka qenë let me hy.
Jo, shqiptari i parë edhe atje Edhe atje shqiptari i parë ke qenë. Po. Edhe që ka shumë shqiptar që thonë John Cena është shqiptar, nashta ka pos gjak shqiptar para 3-4 generaciona, mo veç që baba e tij ka pos familjen e Itali, familja. Shqiptar nuk është, personalisht e kum vet, edhe se ko bjemrin Cena. Na ja pas kum gjitë, domethënë. Po, je keni pas shit, po shqiptari për nuk është let me hi në WWE, jo. 6-700 vetë bojnë traud edhe hi në performance center çdo vjet, provojnë me mor kontraktën e WWE, ama shumë zor është. Prej që aty në rastin tënd keni qenë 2-3 veta, nëse s'gaboj që keni kalu. Po, 2-3 veta që na kalu, veç unë edhe partneri im me AOP jena hi në WWE atë vjet. Qysh është ajo, atu ka përshtat? Është një botë tjetër. Një botë tjetër. Me skript. Po. Në fillim, unë ka përshtot se je fokuzuar në trening, diçka të re, ti duhesh më kuptu, kërë s'kom bo diçka tjetër se MMA edhe kickbox edhe box, adhen. Ajo kon jeta jeme, s'kom po asë një botë jashtë asoj. Kur jim shku në Amerikë, tetër botësh atje, adhen. Edhe unë ka pëlqy për një vjetë, tani ju mi në WWE, kur ja kom nisë, s'unë ka pëlqy mu. Se s'ko adrenalin, se në meqat këta, ndeshet këta, me MMA edhe Bernako, skriptet është, si televizion. Me regjisor. Po, me regjisor. Edhe s'um ka pëlqy, ama kum po shti ka shumë punën të për ma arrit atë ven, edhe e kum thonë vëllojt im për ja kom nis për kry, ama mas WWE-s Kthejnë atë veni me njëherë, ku me hi boxa, MMA, o bo Bernako. Në fakt edhe kundërshtari jashtë i fundit tentoj pak me bo hajgare, se thej ke ky po vjen pej WWE, Bare Knuckle Fighting Championship, dhe mek atje është bot e ka nuk e din çka e pret. Po në fundu të rru në Angli. O të rru kesh, edhe se ka prit. Nashta zdia ma ka këqyr videot, para se mi në WWE ajo, nashta ka këqyr se let, kundërshtore let, a zdia, mo në gjak e kam. Edhe ka nuk ja kum nol me trening. Gjithë edhe në WWE, gjithë kum fillu në 2 herë në jovë, kum bo training box. Ka nuk e kum nol. Para se me undo me ty, me përfundu intervistën, edhe një gjatë është ta me pyet, e ke edhe një seminar në Kosovë, se ketu mik, si tem shumë e rëndësishme. E ke edhe një seminar në Kosovë sa je këto ditë, për çka bëhet fjalë, ku dhe çka janë temat? Nesër, me 21-ën, kena seminar në Fight Club 038. 038, këtu në Prishtinë? Po, këtu në Prishtinë. Klubi Kapototejs është, artiste edhe shumë respekt për to, ko shumë respekt për fighters shqiptarëve, edhe investon shumë në djelët tyne, treneri Kroni Fight Team atje jep mësim, nesër për jepi seminar për Bare Knuckle, boks padoreza, më këqyra ko talent edhe me imsu pak qka është kërë sport, se alo sporti e ri është, e besaj që botë sukses. Qëtë kësh do më hortë, mund ishë më bo rezervimin të ta në Instagram, për ndo këta në Facebook, vëq lëpë Albanian Psycho, Fight Club 038 dhe shiemi njësë. Edhe fundit, qka të mërë mali mas shumë të për Kosovë? Për si në Kosovë? Shumë sena, vëlla, mësë më thonë, mësë më drejtë, më përrejkat furës, shumë mirë. Gjdo ven, gjdo restoran ku shkan speca më mozë, edhe bëk pej furës, ma mirë s'ko, buka normal, se nën vjetë kum jetu në Amerikë vetë, anë adhin, nuk kum ditë me pregadit bëk shqip. Qëta është apet pak me prejnë të mi adhin, pregaditin, nona janë pregadit bëk. Amo, veç krenarin adhin, qyshëm për shtatën edhe qyshëm folen, umnolin në gjodhe, folen sëreta, zemra umritet adhin. Këtë sen nuk e bëj për pore, këtë sen nuk e bëj për fame, as kurgjë. Këtë sen BKFC, fighting, bëj për krejt shqiptor në krejt botën,
Ky është veni jon, toka jon, flamuri jon, shumë krenar jam, edhe nuk nola. Falenderoj shumë për kohën. Ka qenë kënaqësi me diskutu pavarësisht karrierën, të urojmë shumë sukses në meqet e radhës edhe nuk dyshoj që kemi me të pa kampion në BKFC pasi je i destinuar për atë punë. Po, falenderoj shumë për kohën që ke ndonë për ne. Ty po du me falendru se para 13-14 vjetë ti je kone interviste porë në Kosovë, me Klan Kosova përndo këtë je kone, që je hordë në Bajrë, në Mitrovic, në Shpeton, edhe shumë respekt për ty, që ta shkryjë mortë në Kosovë, ku thonë vlojë tem edhe menaxherit tem, veni e porë që pënola, Radio Duka Gjini, të najmë Selmone. Respekt. Inshallah të shumë me titull sa ma shpejt. Faleminderit. Pra, ishim me Gzim Selmanin,